أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول Allahun subhanahu wa taala falenderojmë për çdo mirësi dhe begati që na ka dhënë, dëshmojmë dhe deklarojmë se s'meriton të adhurohet askush përpas tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja mëshira Allahut qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij, sunetin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të dashur, thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun ashtu siç i takon atij dhe mos u çej vdekja ndryshe përveç se duke qenë besimtar, duke qenë musliman të devotshëm. Vëllezër të dashur, në xhumon e kaluar i kemi dhënë si fund temës së syfasisë që jemi duke shpjeguar në kuadër të temave të sëmundjes së zemrës. Kurse sot do të vazhdojmë po me të njëjta tema, me sëmundje të zemrës, mirë po ajo tema që kemi folur syfasisë tash do ndryshoj dhe do të flasim për një term që Allahu e ka përmend në Kur'an në librin e tij me fjalën hawa, e që me përkthy në gjuhën shqipe i bjen epsh. Ai epshi, ajo dëshira njerëzore e mbrëmshme e njeriut që e shtyn me vepruën gjunohe. Kur dikush për njerëzve e dëgjon fjalën hawa, e dëgjon fjalën epsh, me njëherë automatikisht i shkon mendja për gjërat këqija, për gjërat shëmtuara kështu me radhë. Mirë, po nuk është ashtu, sepse Allahu subhanahu wa taala epshin në zemrat e njerëzve e ka kriju apo e ka vendosën për hajër, për mirë. Vetëm se keqpërdorja apo pasimi i epshit atëherë e çon zemrën me u zhyt në mëkate. Për shembull, nëse njerëzit nuk e kishin pas epsh, nuk e kishin pas dëshirë për me ngop barkat e tyne, gjithë secili për neve kish me vdekën, s'kish me mujt me jetuën. Pastaj epshet për me pas, me përfituën, për me punuën, epshet për me kriju familje, marrëdhënie intime e kështu me radhë.
Pro Allahu i kalon epshët në mënyrë që na me vepruën sipas epshit apo me epsh, po në raport me ato çka na ka thonë Allahu apo çka nuk na ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po kur është problem epshi? Epshi vëllazëndoshën është sikur një lum, me marr shembull, lumi, reka që na thonën, lumi është i dobishëm për njerëzit. Kur është çdo lum e ka atë shtratin e vet. Përderisa ec në shtratin e vet është i dobishëm. Mirë, po nëse ndodhin vërshime edhe del prej shtratit lumi, çka bën? E merr komplet mahallën apo fshotin për mbi cilin e humb shtratin, e humb ekuilibrin shtratin e tij, edhe del e vërshon qytetin e kështu me radhë. Pra njëjtë është edhe epshi. Përderisa është në shtratin e vet, kem dobi prej tina. Momentin që del prej shtratit vet, vërshon zemrën, edhe që kjo është ajo pika që përdojna me folin, pra që hyn tek smundjet e zemrës, pra e rëmben zemrës, e pushton zemrën, edhe zemra mo nuk është e aftë, apo nuk është e denjë me vepruan sipas vendimeve, mu kon vendimor sa ajo. Po çka? Epshi e pushton zemrën, edhe këshyr me marr vendime çysh ka qef vet epshi. Po kur ai nuk e prek as mushknin, as me qin, po shka prek vet zemrën, se zemrë është e kryesore e motori. Pastaj tani këtu organet tjera veprojnë konform vendimorsit, ati që i merr vendimet. Kena thonë që nuk po folim për zemrën si organ shëndetësor, po folim për atë zemrën që është vendimars në vendimet tona, në veprat tona, në kryen e çka bojna në jetën tonë, që marrën vendime për asaj zemrës, për që zemrën po flasim që mos me u kone se mund, më u prek për epshit, e që pastaj vendimars më konë epshi e jo zemra. Më u konën epshi vendimars në ato që na ka ndalu Allahu, e mos më u konën zemra për cilën Allahu na ka uzuar me mbrojtën, edhe me e fortifikuan, mos me u prek për smundje tjera, për cilën arsye, vetëm arsye më u konë shëndosh, edhe me ndëgju fjalën e Allahut, edhe me vepruan konform rregullave dhe urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, pasimi i epshit, pra kur ndodh smundja, është aq i rrezikshëm sa që njeriu vepron pasaj sipas tekave, sipas dëshirave të tij. Thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannati hiya al-ma'wa." Thot, e kush ja ka frikën Allahut, kush e ka dru Zotin, kush i friksohet Allahut, edhe nuk shkon sipas tekave të tij, nuk shkon sipas epshit tina, thot për to ka më konën vend strehim, kush? Xheneti. E ka lidhen vëllezërdoshën Allah subhanahu wa taala këtë ajet kuranor me na treguar se çfarë roli të madh ka pasimi i epshit apo mos pasimi i tina. Se nëse na e kena frikë Allahun, edhe nuk bëjmë vepra vetë sipas dëshirës tonë, çka? Vendbanim ose strehim për ata njerëz ka më konën kush? Xheneti i Allahut. E nëse ata njerëz, nëse na si robt Allahut e ndjekim epshin për me vepruan, për me bë vepra, çka? E bona për vetën arsye sepse nuk e kena frikë Zotit. E kush ka më konë tani vetë strehim? Ka më konë xhehenemi, Allahu na ruaj prej tij. E nëse na e fortifikojna zemrën që mos me bo vepra veç qysh në e kona qefi jun. Për çka? Me e frenu veten, me u konë ata që i kanë frejt në dur. So herë në thirë epshit, ajo dëshira mrenshme me bonde një gjynat saktum. Qatë herë kur ti i ki frenat në dur, e frenon vetën tone, qatë herë ti e që ki më konë prej atyne që ka në pos vend strehim xhenetit. E kjo është shumë e rëndësishme vëllezërdoshëm. Po e përmend Allahu epshin me xhenetin, po e përmend sepse është e lidhur në gusht. Ai i cili nuk e pason epshin,
e ka vënstrehem xhenetin. Ai që shkon pas epshit, pas tekav, pas dëshira tina, çka nuk mundet me pas vënstrehem, nuk mundet mos e humbë në xhenet. Për shembull, vëllezër ndoshëm, shpesh herë njerëzit për më uqu sabah me fol sabohin, epshi tina, e knasia tina është në shtrat, si dhe mos tash ku më bëhet ftoft. Shumë prej të njëri më uquën prej gjumit me fol sabohin. Dëshira, epshi është për me fletën. E nëse ti e ndëgjën epshin, e dëshën qatë dëshirën tonë që takona me flet, edhe nuk e kynë urdhën e Allahut, ti dole prej venstrehimit, ti dole prej xhenetit. Amo ti nëse e thënë që dëshirën tonë, me thonën jo, se Allahu ka obliguar me diçka tjetër, atëherë ti ki më konë për atyne që venstrehim e kanë xhenetit. Epshi vëllezër ndoshëm vjen pa kur Allahu ka obligu me diçka, edhe ti e din që nuk është e mirë aja. Nuk është e mirë. Nëse ti nuk e vepron, çato që ta obligu Allahu. Edhe çka apet e vepron. Thu, nëse Allahu ka obligu me diçka, edhe ti e din që është e mirë aja, po ti priton prej epshit, prej knasisë tone, me prishat rahatin knasin tone, priton me bo qatë vepër, po apet e ban, që kjo nuk është pasimi i epshit. Për kundrazi, kjo është çaja që kërkuhet. Kjo është çaj luftimi që e ban njeriu me vetveten e tina, me havan e tina, me epshin e tina, me dëshirën e brendshme që është lufta më e rreth, ndoshta më e rreth se lufta kundër shejtanit, armikut kryesor njeriu. Që kjo dëshira që ti e din për shembull që Allahu ka thirr ta ka obliguar namazin e sabahut. Edhe ty për me takona me flet shumë, po ti apet quhesh e folësh, që kjo nuk është pasimi i epshit. Përkundrazi është që ti e ke luftuar edhe kjo tregon se zemra jote është e shëndosh që mundet me i bë ball thirrjes së epshit. Mundet me i bë ball thirrjes së epshit me shka? Me thirrje ndaj Allahut. I ki dy thirrje, këne po thirr epshi për me flet, që ty nashta takona shumë më shumë, këne po thirr Allahu më shumë fol sabon. Edhe ti, për kundër çasoj dëshirë që kitë modha për me flet, prap quhesh edhe i përgjigjesh Allahu subhanahu wa taala, që kjo të kallzon që ti e ki zemrën e shnush, edhe pse ke prituan, edhe pse je munduan e krejt, kjo të jem me kuptu se ti ai që përkryen urdhën e Allahut dhe po e them thirrjen e epshit, po e neglizhon, po e refuzon thirrjen e epshit në raport kur po thirr Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër ndoshëm, kjo thirrje për mos me e pasuën epshin nuk është veç e neve si njerëz rëndëm. Ka qenë thirrje nga ana e Allahut subhanahu wa taala edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ku në një ajet kuranor thot Allahu subhanahu wa taala: "Fahkum bainahum bima anzala Allah, wa la tattabi' ahwa'ahum an ja'aka min al-haqq." Thot fahkum bainahum bima anzala Allah. Gjykatat mes njerëzve me ato që ka zbrit prej Allahut, pra me Kur'an. Edhe po thot wala tattabi' ahwa'ahum. Mos i ndjek epshet e njerëzve sepse të largohen prej të vërtetës. Nëse Allah subhanahu wa taala e ka porositur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mos me i ndjek epshet, mos me i ndjek dëshirat, çka është puna me neve vëllezër ndoshur? Çka është halli jon që jemi njerëz të thjesht, që nuk na ka dërguar Allahu as një shpollë, siç ka dërguar pejgamberi alayhis salam. Sot do të më pas na, ose sot do të më mundu na për me i rregullu ata frejt që me frenuan epshin kur na bjen dëshira që janë jo konform rregullave të Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër ndoshëm, kjo është vetë si një hyrje se në atë për çka do të flasim dhe me lejen e Allahut, sepse kjo temë si temë ka shumë çka flitet për to. Madje ka dietar që kanë shkruar libër të veçantë për havan, për epshin. Komplet libër të veçantë kanë shkruar për këtë temë. E na nuk mundna me i dhënë fond me një hutbë xhumos, po shpresoj që kjo të jetë si hyrje në ato se ta dim se ku i na të shkuan, për çka do të flasim, si syllabos që jetojnë, si për mbajtja, çka përmbon kjo smundje, e me lejen e Allahut subhanahu wa taala, në xhumo tjera
do të flasim për rrezikun e kësaj smundje, se çfarë rreziku sjell kjo smundje tek zemrat e njerëzve, se çka janë pasojat e sojna, çish manifestohet kjo tek njerëzit dhe me lenin Allahut siç kena shku për këtë smundje, në fund do të flasim edhe për shërimin ndaj saj. Andaj lutem Allahun subhanahu wa taala që na bëjnë nga ata që e kemi frikë Allahut, çish na tha Allahu në ajetin kuranor, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Çish tha Allahu subhanahu wa taala, me e pas frikë Allahun edhe mos me ndjekën, mos me pasuën epshat tona, e që me u konën vendbanimi jon apo strehimi jon xheneti i Allahut. Lutem Allahu subhanahu wa taala që na bëj pikërisht nga ata që e praktikojnë këtë ajet dhe shpërblehen sipas këtij ajeti me xhenetin e Allahut. Lutem Allahu subhanahu wa taala që gjitha ato mësime, gjitha ato smundje që kemi mësuar, lutem Allahu subhanahu wa taala të na mbroj prej gjitha atyre dhe t'i bëj ato vendimmarrëse në jetën tonë, që të ruhemi prej tyre dhe ta mbrojmë zemrën tonë, dhe lutem Allahu subhanahu wa taala që pasi ta shërojmë zemrën prej këtyre smundjeve, ta pranojmë adhurimin e Allahut sinqerisht dhe me lenin e Allahut të shpërblehemi me xhenetet e tij. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu është falës dhe mëshirues. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vëllezër të dashur, pas xhumos po mbetet veç një kohë e shkurtër e pritjes për me fol namazin e kindis. Inshallah tash kur e folim këtë kohë që është koha e afërt, do ta folim namazin e kindis gjithmonë bashkë mas namazit të xhumos. Andaj kush ka kohë me pritën 15 minuta sa duhet, e folim ishinin inshallah bashkë, mos me hush problemin e xhamatit. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون.